damat që janë shkaktu LDK-s nga ajo personalisht i kanë kushtu vendit dhe i kanë kushtu LDK-s. Besoj që kemi një rend shpije në këtë çështje. Kanë mbetë plak, si në thënë, nga veprimet e saj politike të pagesa. Zotri Oti, derisa i shprehni këto kritika ndaj presidentes aktuale, sigurisht se kritika tilla keni pasur edhe më herët, nuk mungojnë zërat që tash pas skadimit të mandatit të presidentes, jo sa s'moni të kyqet prap në parti politike ose të themelojë një parti politike, por nuk përjashtohet mundësia që ajo të kthehet sërish në LDK. Cila është qëndrimi juaj rreth kësaj çështje? Është drejtë e saj, se si vepron ajo pasi të mbarojë mandatin, është drejtë e saj, varë nga ajo se si vepron më tutje. Një gjë është e vërtetë që damat që janë shkaktu LDK-s nga ajo personalisht i kanë kushtu vendit dhe i kanë kushtu LDK-s. Pas 5 viteve ende i kemi pasojat e veprimeve të saj. Asaj ka dhënë LDK-ja gjithçka që mund të ofrojë një parti politike për një antar, vetëm duke kandidu për kryeministre, duke zgjedhur edhe kryetarët të kuvendit. Veprimet që ka ndërmarrë ajo para 5 vitesh janë jashtë çdo etike të sjelljes politike, që nuk e shoh se si mund të. Normalisht Lidhja Demokratike është parti e hapur, secili që ka vullnet edhe që respekton statutin e partisë, mund bashkohet me LDK-n në parim, por kanë mbetë plak, si në thënë, nga veprimet e saj politike të pagesa ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kretë çka ka bërë atëherë është e ka marrë një pjesë të LDK-s në vete dhe ka qenë në kampin tjetër politik, duke i shërby 5 vite kundërshtarit, jo vetëm të LDK-s, sepse nuk është vetëm kundërshtar politik dhe vendosja ndaj LDK-s. Është normale në skenën politike të ketë kundërshtime mes partive politike, por veprimet që janë, mënyra se si është bërë, veprimet që janë ndërmarrë në ndërkohë, kanë qenë kundërshtim me interesin bazik të shtetit të Kosovës, damat që janë bojën të pa i parushme. Të përveçsoj, Zotri Oti, ka pas zëra që kanë folur që edhe mund kthehet edhe si kandidatë për kryeministre e LDK-s ose si borce e listës. A duhet ndodhë kjo? Besoj që kemi një rend shpije në këtë çështje dëshirave të individëve ose presioneve të rrjeteve sociale që mund të vinë të qasë. Ka një rend shpije cili duhet të respektohet. Kemi disa votues besnik që na kanë qëndruar afër në kohë të mira dhe në kohë të këqija për LDK-n, vullnetin e cilëve ne duhet të marrim parasysh, duhet të konsolidohemi dhe të përgatitemi për procesin e ardhshëm zgjedhor